Selamu alaikum, hoqë nderuar, cilë është rreziku i zilis, hasedit në islam, dhe a mund të ndikoj ajo në dobësimin apo prishjen e akidës së besimtarit, Allahu nderuar. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hasedi është ves i keq. Me fascinatit të tjerëve, pse kanë begati, pse kanë mirësi. Në anën indirekte, bjen ndesh me akiden, është e vërtetë. Por se njeriu që ka hased, besimtari që ka hased nuk bëhet tekfir. Nuk është kafir për shkak të hasedit. Lidhja që bëhet indirekt është kjo. Një dikush ka pasuni. Edhe ky i ka zili pse ka ai pasuni. Ose një dikush tjetër ka pamje të mirë, bukuri. Ky ka hased, xhelozi pse ai është i bukur. Ose dikush tjetër ka dituri, edhe ky ka hased pse ky ka dituri. Ose në gjashme dikush ka fëmijë, ky ka hased, xhelozi pse ka fëmijë. Lidhja indirekte me akiden është kjo. Ky që është ka pasuni, kush e ka dhënë pasuninë? Allahu. Tash ti i xhelozon ato që ka dhënë Allahu, që është lidhja indirekte. Kush e ka bërë këtë të bukur? Allahu. Tash ti e xhelozon se ky është i bukur. Domethënë i xhelozon indirekt, por çeto tekfiri zinxhiror çto ka defektin, domethënë se ky parimisht nuk është urrejt këto të xhelozu për shkak të Allahut, por për shkak se ky ka çdo cilësi që ka dhënë Allahu. Domethënë shkon lidhja indirekte, jo lidhja direkte. Dikush që ka xhelozi pse ka fëmijë shumë, pa dikush që ka dhënë fëmijë, Allahu. Ai ka dituri shumë, ky ka xhelozi, kush e ka dhënë diturinë? Allahu. Domethënë këtë çështje lidhja që është indirekte të xhelozia ka të bëjë me akiden, është e vërtetë, por se njeriu besimtari që ka xhelozi nuk bëhet tekfir se ky urren të mirat e Allahut, se çështë mund me shpjegua ata që kanë njohuri jetë të duhura për fenë islame. Por se xhelozia është gjëna e madhe, nuk ka diskutim që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tërheq vërtetën që mos më pas njerëzve hased, mos më pas njerëzve inati, mos më pas xhelozi për të mirat që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Atë më ka dhënë ty shti ka dhënë, që më mos është taktimi i Allahut. Por dhe bima qasama Allahu lek. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Abbasit më i kënaqur me atë që ka caktuar Allahu. Po diku ka dhënë më shumë, ani dhe shumë për ty kjo. Ti kënaqesh me çfarë të ka dhënë Allahu. Me hik xhelozin për shkak se ka ardhur disa hadithe, po në zinxhirin e disa mëtime ka vretje, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e thonë xhelozia e djeg veprat e mira, domethënë ta hum se vogël ose pengon më shkuar deri te veprat e mira ashtu sikur që e djeg zjarrin në drun. Në disa thonë të tjera thuhet se xhelozia mas tepërmi e dëmton këto që ka inatë se që për vetë është trazum, për vetë është shumë keq, këtë mënyrë duhet me u mundu me hek. Kushdo që ka të mira, o ma bikum dhe ni'metin fin Allah. Kushdo që ka të mira, Allahu e ka dhënë, çështja që e ka dhënë, alhamdulillah. Inshallah të po të vjen. Lutu për vetë, inshallah Allahu të më ka dhënë mua çështë që i ka dhënë filan, po pse më afasin atë pse i ka ato të mira. Wallahu a'lam.